Përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi, tani dua pak të komentoj Amberin dhe Viserlon. Amberi dhe Viserlo janë dy protagonist, dy banor që janë pak të luhatshëm. Tani Amberi më befason. Gjesti e riktheu në shtëpi, Gerta e nxori. Amberi mban krahun e Gertës dhe hedh në tokë Gjestin. Si ma shpjegoni ju mua këtë? Se unë nuk arrit do ta kuptoj. Unë prisja që Amber të godiste Gertën, sepse Gerta e nxori Amberin nga shtëpia. Për herë të dytë kur Amberi u fut, herën e parë doli me vetë dëshirën e saj se nuk e duronte dot Gjestin, më pas u pendua jashtë shtëpisë së Big Brotherit, bëra gabim, u shpejtova, veprova shpejt, okej, dhe Gjesti e përzjodh që Amberi të rikthehet, gjas me Amberi do bënte namin. Dhe Amberi u kthye në shtëpinë e Big Brotherit. Në momentin që Gerta e nxjerrën Amberin nga shtëpia, çuditërisht Amberi mbështet Gertën dhe natën e mbrëmshme filloi me kunja kundërdrejt lidhjes së Gjestit edhe të Eglit. Unë mendoj se lidhja e dashurisë, qoftë e Gjestit, qoftë e Eglit, kujdo qoftë tjetër, brenda asaj shtëpie, sepse nuk ka patur shumë të vit, vetëm 2 çifte ka patur. Është një lidhje e tyre private. A do të vazhdojnë ato? A do të ndahen ato? Apo e mashtrojnë njëri tjetrin ato? Në fund të ditës, çfarëdo që të bëjnë ato, ja bëjnë vetes së tyre. Nuk ja bëjnë publikut, ja bëjnë vetes së tyre. Publiku e vlerëson Eglin për atë që është, e vlerëson Gjestin për atë që është. Por se ka qef publiku të shikoj bashkë ato të dy, është një bonus për ato. Tani, Amberit edhe Viserlos. Ose i vjen shumë inat që Gjesti dhe Egli gëzojnë këtë popularitetin kaq të madh, edhe publiku i do të dy së bashku, ose kanë këtë natyrën që mendimin e tyre ta shprehin hapur, dhe të mos marrin asnjë përgjigje, se befasisht unë e prisja që Egli ta acarohet edhe Gjesti, por siç duket, kjo fjala është bërë aq imune te ato sa që nuk ka më ndonjë vlerë, nga që është thënë shpeshherë në shtëpi, nuk është besuar si lidhje në shtëpi, kanë qenë në shënjesër nga banorët bënin luftën pse nuk putheni, pse nuk putheni, pse nuk putheni, kur të putheni, ato u puthën, kur u puthën nuk ishte e vërtet, pasi u puthën, ju s'po putheni publikisht, po putheni ndër organ, dolën si për organit, më thënë, kanë qenë gjatë gjithë kohës në komentime, kanë qenë gjatë gjithë kohës në sytë banorëve dhe mendoj që vazhdojnë të jenë edhe jashtë. Gjesti ja bëri shumë bukur që unë këtë gocën do e mbaj deri në shtator, Amberi ishte ajo që tha që fama jote do të bie deri në shtator. Unë mendoj që nuk ka arsye pse Gjesti t'i bie fama. Gjesti është një djalë i cili është në ngritje e sipër në moshën e tij, në jetën e tij, në karrierën e tij, në famën e tij dhe është në momentet më të bukura të jetës së vet. Ai po jeton të gjitha çastet, po gëzon të gjitha çastet dhe po jeton të gjitha momentet brenda marrëdhënies së tij me Eglin. Dhe Egli u buzëqesh, do me thënë nga mimikat e tyre kuptuam që ka diçka gjitha në rregull, ndërsa Viserlo, që në momentin e parë kur ka hyrë në shtëpi, edhe ai është koherent për këtë gjë, ka qenë kundër Gjestit që në start. Me thënë ai hyri me një qëndrim shumë të fortë, nuk e besonte që vllau i madh do surprizonte, do të fuste banor në shtëpi, do të rikthente banor, do të bënte atë shtëpinë edhe një herë nga fillimi, se realisht Big Brotherin e rikthyen edhe një herë nga fillimi. Viserlo hyri me një fuqi shumë të madhe, doli si një banor i cili e uli zërin e tij, zakonisht këto banorë që kanë hyrë kështu kanë dalë shumë keq pastaj, dhe mendoj që mlefin, inatin edhe urrëtitjen me Gjestin, ai vazhdon ta mban akoma edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Nuk është se morën ndonjë përgjigje, nuk është se u tha ndonjë gjë, ato thjesht e treguan mendimin e tyre dhe e shprehën që do me thënë mes tyre nuk mund të zbuten gjërat dhe nuk mund të krijohet një shoqëri. Unë e kam parë Amberin edhe Gjestin të jenë miq, sepse mendoj që Gjesti e meriton një lloj falënderimi nga Amberi për mënyrën pse
që Amberi u kthye në shtëpi, do me thënë fal gjestit u kthye, por siç duket Amber është shumë e bindme në fjalët e saj, në këtë marrëdhënie që nuk do të jetë ekzistente, në këtë marrëdhënie që do të përfundojë së shpejti dhe ajo mbrëmë u mundua që t'ia thonte gjestit gjërat në fytyrë. Por gjithsesi gjesti më pëlqeu mbrëm në disa mënyra që i kthente fjalët. Tani unë nuk dua të mbroj gjestin as Eglin. Por thjesht dua të jemi sinqert në atë që vërtet është e bukur dhe në atë që vërtet ndodh. Le të jemi falendërues në jetë për ato që na hapi një derë të mirë. Dhe gjesti i hapi një derë Amberit. Dhe pse nuk duhet jetë falendërues dhe ti duhet të mbështesësh dikë që ta mbylli atë derë. Dhe Gerta në këtë rast ja mbylli derën. Gerta është banorja e cila e nxori Amberin nga shtëpia. Dhe kjo nuk ishte koherente. Unë mendoj që marrëdhëniet do t'jenë të këtilla të shkatruara, inate dhe mblefe, por dhe Viserlo mbante qëndrime të këtilla. Të paktën Viserlo ka qenë koherent, që në ditën e parë ka qenë kundër gjestit, që në ditën e parë ka luftuar me gjestin, ka qenë koherent. Viserlo ka patur të njëjtin qëndrim që kur ka hyrë dhe deri në ditën që ka dalë, ka mbajtur të njëjtin qëndrim dhe për këtë e respektoj, sepse unë i dua njerëzit që nuk ndryshojnë qëndrimet e tyre. Ndërsa tek Amberi shikoj pak luhatje, shikoj pak mendime të ndikueshme, ose ndoshta Amberi ka dashur që gjestit merre gjatë gjithë kohës me të dhe ta faktorizon brenda shtëpisë së Big Brotherit duke e ditur se çfarë populariteti ka jashtë, ose thjesht e shikon me syrin e inatit sepse Amberi nuk tregoi vlerën e saj dhe nuk vazhdoi deri në fund. Gjithsesi, duhet marr mendimin tuaj për këtë situatë. Ju vazhdoni ta ndiqni në kanalin Monitor TV me subscribe për video të tjera.